Islami janë xheneti i Zotit tokë. Duhet me ja u prezantu njerëzve në mënyrë më të mirë që të hinë xhenetin e Zotit te bareke ve teala. Duke filluar pi familjarëve. Mos e le, a di çka do të thonë të nderuar xhamatli në namazli të shtëpia. Edhe me dek ti dikush pa namaz, wallahi ka me të moralloj në llogari. Po nëse ai ka këmbgul mos mu fal, rregull. Ama ti për ditë dash mi kallzu, çu falu Allah. Çu babës falu, çu nanës falu, çu axhës falu, se në xhenem ki me shku qështu. Për ditë. Një ditë ka qenë ekspedit Omar Khattabi dhe ka pa një prift në sinagogë larg diku me një mal. Dhe ka filluar me kajt. Ato të pranishëm ka menu ku me dit. Zare pse kena me hemyt tash. Ka thonë jo, lena ti. Ka thonë po pse i tu kajt? Ka thonë jam tu kajt, çfarë sikleti e ka izolu vetveten pikë kësaj bote edhe në fund hin xhenem. Ç'ta ke tu kajt? Gjithë këtë siklet e kam mshel vetën me tesha trasha, me tresha të leshta. Ti bon me tatina ibadet Allahu xhela në fund hin xhenem. A nuk ka për të kajt? Ata kanë begati e madhe Islami Zoti xhel xhelalu. Sa kanë nevojë njerëzit me u quajtur Islami dhe Zot. Islami është xheneti i Zotit tok. Islami është xheneti i Zotit tok. Duhet me ja u prezantu njerëzve në mënyrë më të mirë që të hinë xhenetin e Zotit te bareke ve teala. Duke filluar pi familjarëve. Mos e le, a di çka do të thonë të nderuar xhamatli në namazli të shtëpia. Edhe me dek ti dikush pa namaz, wallahi ka me të moralloj në llogari. Po nëse ai ka këmbgul mos mu fal, rregull. Ama ti për ditë dash mi kallzu, çu falu Allah. Çu babës falu, çu nanës falu, çu axhës falu, se në xhenem ki me shku qështu. Për ditë. Andaj shiko pejgamberi alayhis salatu wassalam. Në ditë për ditëve kalon një gjenaze. Jehudi. Edhe u çun kam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa u thanë rre Resulullah Jehudia, qafir. Apo Mëzër, amuri para në farë rahmeti ka pas pejgamberi alayhis salatu wassalam. U çun kam ta po vdekja të rështueshme. A çka më interesant çka tha? Qish mundet tha një shpirt me ik për në xhenem a unë gjallë? Si mundet një shpirt me ik për në xhenem a unë gjallë? Rast tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kallzojnë se një jehudi gjalli vet u ka smue. Edhe u ka smu para deke. Ka thonë shpejt shkojnë ataj. Kur ka shku taj? I ka thonë Kull la ilaha illallah, thuj la ilaha illallah dhe unë jam i dërguri Allahut. E ka këshirë babën e vet, ka këshirë pejgamberin sallallahu, baba vet ka thonë ngoje Muhammedin sallallahu. Dhe ka thonë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Muhammeden rasulullah dhe ka ndrujit. Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi. Alhamdulillah, Allah e pështoi sebeb mua. Shiko momentin e fundit, dakikën e fundit. Andaj nuk duhet asnjëherë mu dërzue. Dhe për një zullumqar s'duhet mi morë gjafë të tjerët.